Pas 18 orësh seancë plenare, mazhoranca miratoi me 85 vota pro aktin normativ për ndryshime në kodin penal. Ligji shoqërohet me masa mbrojtëse për sigurinë e gazetarëve, duke dënuar ata që i kërcënojnë apo dhunojnë për shkak të profesionit. Për opozitën, ndryshimet kanë boshllëqe praktike në zbatim. Mes ndryshimeve të tjera në kod, parashikohet edhe shpërësimi dënimeve për parkimin dysh deri në 1 vit burgim, zjarrvënien dhe ndërtimet pa leje. Avancim në përpjekjen e përbashkët për forcimin e shtetit të së drejtës, e cilësoi ministri i drejtësisë Besfort Lamallari miratimin e paketës të ndryshimeve në kodin penal. Në seancën maraton është miratuar edhe akti normativ për ndryshimin e buxhetit të shtetit të vitit 2025. Këshilli mandateve dhe imunitetit mblidhet sot rreth mesditës në orën 12 për shqyrtimin e kërkesës SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gjykata kushtetuese nuk e pati një vendim për ankimimin e kryeministrit, pasi kërkoi më shumë kohë për vlerësimin e çështjes. Socialistët e kishin shtyrë mbledhjen e Këshillit pikërisht për të pritur kushtetuesin që të shprehej zyrtarisht dhe me një vendim në themel nëse një gjykatë, në këtë rast GKK-ja, mund të pezullojë apo jo një ministër. Mbetet të shihet nëse pa pasur ende një vendim gjykatës kushtetuese, do të kërkohet një shtyrje tjetër apo jo e mbledhjes së Këshillit të mandateve. SPAK ka dyshime se Balluku, duke qenë në detyrë, rrezikon të prish provat hetimore dhe të intimidojë dëshmitarët. Ajo është e pandehur për shkeljet në tenderin 190 milion euro të tunelit të Llogaras dhe nën hetim për 7 procedura të tjera prokurimi lidhur me ndërtimin e loteve të Unazës së Madhe. Ndërkohë që Sali Berisha ankohet për censur dhe mediat kontrolluar nga qeveria, realiteti rezulton totalisht ndryshe. Të dhënat zyrtare nga monitorimi i autoritetit të mediave audiovizive tregojnë se gjatë muajit dhjetor të vitit 2025, Partia Demokratike dominon në ekranet kombëtare me 84.20% të kohës totale televizive dedikuar subjekteve politike. Në vend të dytë renditet PS me vetëm 11.14% të kohës televizive. Sa i përket liderëve politik, Sali Berisha rezulton më i pranishëm në media me 34.87% të kohës totale, ndërsa Edi Rama e ndjek me 27.83% të kohës të përgjithshme. Një raport i fundit i Bersh prej Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim thotë se brenda 3 dekadave nga Shqipëria kanë emigruar, ose eksaktësisht ka emigruar 30% e popullsisë. Ky fenomen, si dhe plagja e popullsisë, sipas Bersh, duhet luftuar me masa konkrete, ndryshe mund të cënohet rritja ekonomike. Bersh sugjeron përfshirjen edhe më shumë në tregun e punës të grave dhe të moshuarve. Nëna e të gjitha marrëveshjeve, cilësoi presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen paktin e firmosur mes Bashkimit Evropian dhe Indis për shkëmbimin e lirë të madrave për një treg me 2 miliard njerëz. Marrëveshja parashikon që të ulë ndjeshëm tarifa doganore dhe heqjen e tyre për disa sektorë të industrisë. Brukseli thekson se pakti do të nxjisë investimet dhe do të forcojë zinxhirët e furnizimit.